Përshëndetje goca, mirë se keni ardhur sërish këtu në një vlog mas tjetër të kanali im. Për ju që nuk më njihni, unë jam Romilda. Atëherë, sot do bëj një video pak më ndryshe të themi për këtu të kanali, se nuk është ndonjë video kush e di, me thënë të drejtën, por po mendoja thash, ok, ta bëjmë këtu të kanali, me qenë se unë sot nuk është se do bëj ndonjë gjë interesante të themi, por për mos ta lënë bosh ditën e vlogmas, thash do bëjmë një video këtu të shkurtër, sado që të zgjasë, edhe 10 minuta, nuk ka problem, mjafton mos ta lëm ditën, se ndonjëherë vërtet nuk edhe çfarë të tregosh, sepse është rutina e përditshme e njëjta gjë goca. Edhe prandaj dhe nuk po mundohem shumë që mos i bëj videot të mërzitshme, me thënë të drejtën. Dhe sot unë do bëj një bëu gati me mua, do me thënë do bëhem gati këtu, thjesht do ju tregoj se çfarë do vesh dhe do bëjmë make-upin bashk. I kam këtu gjërat e make-upit, do ua tregoj ato produktet e make-upeve që unë përdor, që do përdor sot, se unë kam shumë, por këto janë që unë i le tek tualeti, në momentin për shembull kur Zoe është në gjumë, edhe unë dua të dal, dua të bëhem gati dhe mos bëj zhurmë drita e çdo gjë të dhoma, e bëj make-upin me këto që kam këtu. Atëherë, vazhdojmë. Tani, unë do vesh, do dal mbas dite me goca, do mblidhemi për një kafe, dhe aman, në ora 2 e ca kështu, edhe po shikoja çat vishja, thash ok Romilda, vish gjinse më mirë, sepse edhe me këtë kohën që qënë ka sot, që qënë ka goxha freskët, me thënë të drejtën, goxha është freskët, koha është si e zymt, e keni parasysh kjo koha kështu që do të rish edhe vetëm brenda ndonjëherë, të bën shumë përtace, dembele për çdo gjë, edhe ku di unë nuk e nerva së të kombinoj shumë, apo ku di unë qa. Unë do vesh të gjinset që janë të thjeshta, i ka marrë në TikTok Shop, janë nga kjo Kachmi, janë kështu. Janë thjeshta, por më pëlqejnë se më rrinë shumë mirë, do me thënë. Janë elastike. Dhe po mendoja të veshja, nuk e di, ndoshta dhe ndryshoj, por se di. Vura re te garderoba ime që unë nuk kam shumë triko, bluze me meng të holla. Me meng të holla, do me thënë që mos jenë shumë të trasha, se i kam shumë të trasha, do me thënë, nuk është se po bën minus këto ditë, edhe plus vesh xhupin sipër. Jo, unë jam në lëvizje me karrocën që marrëzojnë, edhe djersite, nuk e di të më thënë, duhet të gjej ca triko që janë pak të holla të themi. Apo i kam dhe i kam futur në, jo, kam këmisha më shumë, nejse, por pash që kisha më shumë të trasha, i dur në këtë materialin paka shumë këshu, që t'jenë këshu të holla, e keni parasysh jo shumë të trasha. Edhe prandaj sot do vesh këte, të bardhën, është super material, e kam larë 1-2 herë edhe, është super, sikur se ke veshur fare, kjo është e halarës. Do veshim këto të dyja. Nuk e di të shohim tani si do dukemi, por këto kam në mendje për të veshur. Edhe kështu, tani ti vesh edhe dua t'regoj si do m'duken. U vesha goca, nuk e di sa duket aty, por kjo është paka shumë veshja që do mbaj. Se di, se kam pasqyrën këto, a ta mbaj kështu, apo ta fus kështu brenda. Edhe ta fus kështu së pëlqen, e mbaj kështu. Mirë është edhe kështu. E dini, jam shumë rahat me këto trikot, me këto bluzet, si mund të quani kështu, pasi unë mund të ushqej dhe Zoin rahat kështu. Mund të jap gjë rahat, se i jap edhe gjë ndonjëherë kur jam jashtë. Që sa mirë rrin këto gjinset goca, të pantallë gjinse, si quani ju. Rrin shumë mirë. Super. Mos i kam bërë qik shumë. Nejse. Edhe, po thoja, rri shumë rahat me këto trikot kështu, pasi ushqej Zoin rahat, por unë kam edhe një se tip, si ta shpjegoj, nuk po ndjem rahat këto kohët e fundit, me thënë drejtën, sepse nga që gjoksin e dini ma si e kemi ne nënat që ushqej me gjë, edhe nuk e di, nuk po mbështatet as recipetat, nuk po mundem t'i gjej të duhurat, ose ku e di, nuk po ndjem shumë rahat me këta.
Po që të bështuj, më mësia I ka këto. Nga këmbët duhet të shikoj, do të regoj në fund që do vesh. Tani, do marrim, do kam dhe këto vethet, to që va të regova, do vendos një palë në këto, shikojmë në fund. Tani, make-upet që do përdor janë këtu. Ta marrë këta una, ta bëj aty. Ndoshta nuk do bëhet si që duhet, por s'kam pasqyrë. Kam pasqyrë të vogël aty. Ta bëj këtu me ju, make-upin. Ta bëj këtu nga kamera direkte. Se nuk kam pasqyrë të vogël. Apo e kam andej. Nuk e di. Nejse. Tani, unë në fakt, presni, ta ngreqi kamerën. Unë në fakt, goca, më e ti, këture. Unë dua të bëj një video sot, edhe për TikTok, për pjesën e dietës që ju kam folur. Dhe tani duke bërë make-upin, flasim edhe bashk, me në qënë se kemi kohë sot. Se sot thash, ky do jetë vlogmasi, ty të regoj pak edhe për dietën, ndoshta ndonjë këtu është e interesuar, ose kam ndonjë që do atëhere. Unë isha më sakt, sepse u të regova pak në vlogmaset e kaluara, 2-3 vlogmasa, apo të vlogmasi I kaluar. Nejse, që unë kam qenë në bashkëpunim me një dietologe, dhe për një kohë gjatë me të drejtën, edhe tani, t'ju të regoj këta, unë po përdor këta BB cream, nga L'Oreali, falni nga Maybelline, numrin 4. Nuk e di, mua më pëlqen shumë këto BB creamat, me të drejtën, nuk ta rëndojnë shumë fytyrën, edhe ky është shumë I mirë dhe me ngjyrën e lëkurës, nuk dallohet shumë. Më pëlqen, zgjat goxha gjithë ditën. Tani, da e vazhdojmë. Unë isha në bashkëpunim me një dietologe, dhe tani ajo ka dalë në pension, me thënë drejtën, dhe ka vendosur, po më tha që Romilda vazhdoje këtë gjatha, sepse ka treguar rezultate, dhe me thënë, unë e kam bajtur vetë këtë dietën, që së fundmi përpara se ajo të lindë të themi këtë gjë, e kemi agjërnuar, e kemi bërë akoma më të mirë, më të shëndetshme. Më falni se unë nuk shoh si po lyhem aty, ta dini. Edhe më tha që vazhdoj ti këtë gjë, do më thënë këtë dietën, vazhdoj ti, tha. Okej, është e vërtet që unë nuk jam dietologe, por unë kam mësuar goxha nga kjo, më ka treguar shumë gjëra, shumë gjëra që edhe nëse shkoni paguni vizita e gjërat e dietologët, nuk ju tregojnë të gjitha, do thoni ju nga e di ti këtë gjë. Unë e di sepse kam folë edhe flas çdo ditë me shumë vajza që blejnë dietën, edhe që më tregojnë që nuk po humbin shumë pesh, ose kur humbin I kthehen prap, do me thënë, pesha që kanë qenë, në diçka nuk shkon, thonë. Është normale që mos I tregojnë gjitha, sepse ata duan që ti të shkosh her pas here, dhe ka dhe nga ata që të lanë vizita her pas here, vizita në kuptimin që të shikojnë sa ke rënë, marrin lekat apo pastaj për atë gjë. Ndërsa unë ofroj një dietë, unë në këtë rast, sepse unë po e marrë këtë nisën, këtë gjë të themi, këtë biznesa, nuk e di që ani si të doni, unë e shes dietën vetëm një herë dhe kaq, ju e keni për gjithmonë pastaj. Do me thënë, e përdorni kur të doni, kur shikoni që jeni në peshën që doni, nuk keni pse ta përdorni me, kuptoni? Edhe shumë lirë. Shumë lirë. Aq lirë sa edhe gocat më kanë thënë që Romilda rrite pak, por
Po mendoj që të arris, por jo shumë, mund të arris 20 euro më shumë, kaq, sepse me azhurnimet me këto gjërat e fundit që i kemi bërë, normalisht janë kosto në kuptimin e kohës se gjitha gjërat, kuptoni, sepse vërtet e kam shitur shumë lirë njerëz, 30 euro, ta them kështu traç fare. E kuptoni? Të shesësh dietën 30 euro, edhe vetëm një herë nuk e di domethënë. Edhe gocat më kanë thënë që rrite. Nuk e di tani, do ta shoh edhe këtë gjë, sepse shumë njerëz më shkruajnë, jo, po janë shumë lek, nuk mundem. E kuptoni, ndonjëherë habitem edhe unë se si, okej, nëse ti vërtet nuk ke, duket njeriu që nuk ka edhe ai që ka, sepse nëse ti e ke një punë, je në punë, nuk të gjen gjë që do të marrësh një dietë, mos shko në kafe 10 ditë, kështu i them gocave. Mos shkoni në kafe 10 ditë, merrni dietën, investoni atje ku duhet. E kuptoni? Ose disa që i shikoj që thonë s'kemi me qërpik të bëra, me thonjë të bëra. Tani unë nuk jam budallaqe që t'ua jap juve dietën kështu. E kuptoni? Kjo është puna ime njerëz. Edhe, nuk e di, ta shikoj pak si e kam lyer. Ta shikoj pak, sa mirë që ka lyer. Edhe drita nuk është mirë, sepse sot ka shumë. Edhe jashtë është shumë keq. Se nuk mora atë dritën, prisni pak. Inshallah ka kjo dritë, kam një dritë vogël këtu. Inshallah ka kjo dritë. Uroj që të ketë kjo dritë. Por mira pas kam lyer. Edhe po thoja që prisni, të le këtu. U bë shumë drejt, ta mbyll këta. Edhe më shkruajnë ndonjëherë këto tipa, domethënë kështu që vërtet se di. Ose është edhe kjo gjëja njerëz që edhe mua kur kam dashur që ku e di unë që kur kam dashur ndonjë gjë asnjëri nuk më ka ndihmuar as mua. Kur s'më ka thënë, s'më ka zgjatur asnjëherë dorën. Tani, nëse ti je në punë, thash, atëherë pse jo? Nëse nuk je në rregull, të kuptoj. Ose nuk mundem me njerëz, se sido që tjetë shpenzim kohë për mua, sepse unë e dini ju që unë kur tani do bëj çik vetullat, kam filluar që këto kohë i bëj vetullat me këta go to bin që është për këto flokët e vogla që dalin këtu, por që me mbajnë mirë, nuk mi ngrinë, siç edhe nuk mi lënë të bardha mbi të gjitha, siç mund t'jen këto. Ja ku e kam një këtu. Kot sa është kjo, i katris. Kjo t'i bën të bardha, ku e di unë. Edhe po thoja që edhe për mua është shpenzim kohë, ku di unë, është punë që unë bëj, sepse në momentin që ti blen dietën, normalisht nuk është se do mbaroj me aq puna jonë, siç mund të mbaroj. Prandaj them që ka dietolog që ta shesin dietën ty, edhe hajtë shifemi mbas kaq kohë është atë. As nuk do t'ja di se si ka ecur ty për shembull, ke nevojë ti për një shpjegim apo ça. Thjesht kur shkosh te vizita e zem te kontrolli i radhës, shikon ke rënë, thot vazhdoj ose jo, pra. Ndërsa unë jam në kontakt të përditshëm me gocat, pavarësisht se gocat për shembull tani si duket nga që e shikojnë që unë kam zojë, nuk duan që të më bezdisin shumë, edhe nuk më shkruajnë, po unë gjithmonë i them që më shkruani për çdo paqartësi, edhe unë jam aty maksimumi 1 muaj derisa për shembull ta mësojnë dietën, kuptoni? Pas kam një pasqyrë vogël për të lyer qërpikët. Tani qërpikët po e lyj me këtë panorama e këtij Maybelline është edhe ky. Ky mua më pëlqen shumë, ky rimeli. Është 10 nga 10 për mua. Nga shumë rimele që mund të kem provuar unë, edhe nga firmat edhe zëm kodin që mund të jem pak më të shtrenjta, ky më pëlqen më shumë. Edhe kështu njerëz, po thoja që nuk është se unë e shes dieta dhe mbaron puna ime aty. Jo, unë jam aty ndarket
Kush më ka shkruar të kush jo, i kthej përgjigje, i them që shiko se ke këtë kështu, ke atë ashtu, mundohem që t'i motivoj, e kuptoni? Sidomos përpara se të lindte Zoj, unë isha kështu, domethënë, gjatë gjithë kohës duke folur me gocat. Edhe asnjë nuk e bën këtë gjë kështu. Ta dini. Tani, lyhen pak qerpikët. I kam lënë vetullat, nëse më shikoni që si kam të hequra, i kam lënë, dua t'i heq kur të iki në Shqipëri, t'i rregulloj. Edhe i uroj që të mësoj t'i heq edhe unë një herë. Ndonjë ditë, mos kem nevojë. U lodha të fol. Por doja që ta sqaroja këtë gjë, doja të thoja se kam parë një dy komente këtu kur e kanë gju pak a shumë muhabetin e dietës, që thonë që për çfarë bëhet fjalë kështu. Edhe thash, okay, po e them. Edhe prandaj njerëz, vërtet unë nuk jam dietologe e mirëfillt të themi që ku diun t'ju të kem certifikata për gjëra të tilla, por ama jam shumë e informuar. Tani po dalin njerëzit po shesin lloj-lloj pijeshe, ku e diun. Lloj-lloj çajrashe, lloj-lloj suplimentesh dobësimi e kokrae. I blejnë ato, e kuptoni? Që ku ka gjë më të, ku diun, nuk duhet që të shaj edhe punën e këtyre, po ku ka gjë më të rrezikshme të themi, ose nuk e di si ta them, që i blejnë njerëzit edhe i pinë, e kuptoni? Ndërsa këtu bëhet fjalë për dietën me ushqimin që ti ke në shtëpi. Domethënë, nëse nuk e ke një gjë, do kesh një gjë tjetër edhe je në rregull, e kuptoni njerëz? Prandaj ka shumë diferencë. Edhe është një dietë që mbahet nga të gjithë mbi të gjitha, sepse kam marrë komente, flas në TikTok se këtu nuk kam folur, që thonë jo po si e jep ti një dietë kur nuk e di trupin e njeriut, për shembull, jo të gjithëve mund t'i përshtatet. Njerëz, nëse ti për shembull, se po marr një pjesë të dietës, nëse ti nuk e ha peshkun, unë aty të sugjeroj të zëvendësosh me diçka tjetër, ose nëse ti nuk ha një gjë, nëse ti ke alergji nga një gjë, e kuptoni? Ka shumë alternativa. Prandaj them. Unë pres edhe pak, o sot gjova një zë tani, një derë që u hap, uroj që se di do jenë ato, inshallah më vinë edhe përpara se unë të dalë. Gjithsesi, kjo ishte për sa i përket dietës, goca. Kështu që nëse ndonjë këtu ka interes për ta bler dietën, të më shkruaj tek Instagrami im me emrin tim Romilda Pirra. Në fakt, unë kisha dhe mënyra më e mirë për të bërë pagesën është PayPal-i, me thënë të drejtën, dhe kisha ndërmend që ta lidhja linkun e dietës me PayPal-in, por duke ditur që ka dhe shumë goca që as nuk e njohin se çfarë është, e lash fare atë gjë. Dhe nëse ju nuk keni PayPal në këtë rast, atëherë me Western Union, me MoneyGram, ku diun, këto kështu. Shikoni goca qerpikët? Do t'i fshi këto që janë të zeza normalisht. Por mua ky më pëlqen shumë ky rimeli. Kështu, tani, sa të thahet mirë ky rimeli, se unë i shkoj edhe një tjetër, në mënyrë që të më rritën qerpikët, në mënyrë që t'i bëj më gjata. Sa të thahet ky rimeli, unë do vendos vetëm blash sot, s'po vendos bronzer, por t'ua tregoj, me qenë se i kam këtu. Ky është bronceri që unë vendos
kur jam këtej, domethënë jo në dhomë, është nga Rivali dhe më pëlqen shumë. Ky është, nuk e di, është ky kështu, është aq i pigmentuar, hapet aq lehtë, aq kollaj sa nuk e keni iden. Vërtet që këto make-upet që ka Rivali janë goxha të mira. Kam pas edhe ajo, si quhet ajo, ajo pudra që MPX që vendos në fund, kam pasur edhe kam duket të Rivalit dhe ajo është super e mirë, po unë nuk para i vendos, kam kohë që shumë rrallë i vendos dhe këto pudrat mas make-upit, nuk e di, më duket sikur më ngrin fytyra, sikur, se di, si pastaj kur lëviz fytyra, e zem duke folur, të krijohet rrudh, ajo si tip vize, ndoshta kam marrë unë ato të gabuarat, por nuk më pëlqen shumë. Është mirë, sidomos tani në dimër, sepse kur bën make-upin, për shembull, sidomos te kjo pjesa këtu që bëhet thoje gjupi pis, ajo ta mbron, në fakt, nuk është se bëhet aq kollaj, nuk e depërton. Por prap, s'është se jam shumë. Nejse, ky ishte ajo që përdor bronzer. Tjetër tani, blushin e kam dorë, e kam nga ky Art Deco. Është ky lloj kështu. Edhe këtë kam një vit e ca që e përdor, edhe më pëlqen shumë ngjyra që ka. Dhe do ta përdorim tani së bashku, meqense unë nuk do vendos bronzer. Vendos vetëm pak blush, mirë se. Pak është koha e zymt, të nxjihemi edhe pak, ne? Unë po shifem, prit me këtu. Tani, mos më merrni për të mirëqenë, se unë s'jam kështu make-up artiste, ta dini. Disa produkte arriti dalloj kur janë të mira, kur nuk janë të mira, por prap, me ato që kam, lyhem, nuk është se. Kështu, lyhem pak këtu edhe jemi gati pastaj. Trim gati që kur zgjohet Zoi tani në orën 2 qohet, dalim direkte, edhe mos vonojmi. Tani, unë kam parë që nuk i la, disa i lyejnë edhe këtu, por kam parë që më dalin dhe në TikTok, profesionist duken, ose kështu, vetëm këtu, të pjesa këtu edhe në blushin, kaq. Kam parë një ditën se nuk është se kam në një gjë, po thjesht për ta treguar, kur isha në Düsseldorf, te vlogu që kam filmuar që isha tek ato tregët e Krishtlindjeve, ka hipur në autobus. Ai ishte çun, po ishte lyer. Domethënë kishte edhe mjekër e gjitha, ishte lyer. Keni parasysh nejse se nuk duhet të mbaj njëri në gojë, por e kishte bërë aq mirë blushin, oj goca, nuk e keni iden, thash, sa ju jepet këtyre më zot. Sinqerisht, të gjitha kështu, domethënë, me sa kam vënë unë, janë super në make-up-e. Tani, unë se përdora këtë, nejse, ky është concealeri që, me thënë drejtën, unë concealer rrallë vendos, nuk është se më shkon mendja, haj se po e vendos tani, po se di s'kam furçë për të hapur. Apo e hap me këtë, prisni, ta vendos pak. Sekoni. S'është se kam zeza në fytyrë që ta vendos. Mira kam, s'kam në një njollë në një gjë këtu. Tani, edhe kjo u krye, mos kam kështu, duhet të kisha furçat në ato kunjat e dhëmbëve, falni të veshëve për të fshirë këto të zezat e syve që më janë bërë lart nga rimeli. Por, s'ka gjë, i lem ato për momentin, kur shkojnë tualet, kur dalë andej, unë i shkoj edhe një herë kështu pasi janë tharë pak, sepse kjo e jep dhe më shumë volum, i kam lënë pak se shumë, të thahen, por unë kështu e bëj. E kam atë që kthejnë qërpikët, që kam blerë tek Sheini që është si pjastër, e keni parasysh? Edhe i kthejnë qërpikët, e përdor thua? Ja. Kam edhe të tjetra, nuk e di pse përtoj t'i përdor gjërat. A janë vetëm una, qa? Nuk e di goca, por... edhe kështu. Edhe, tani... Ta
fusim dhe këtu. Këto ishin make-upet që unë mbaj në momente kur bëhem gati këtej, do më thënë që t'jem gati për të ikur, për të dalë jashtë. Dhe këtu kam vendosur po ashtu edhe një lip gloss, lifter gloss, që është ky i Maybelline, është numri 03, e kam kombinuar me numrin 6. Këto, tani nuk po i lyej sepse do jem në shtëpi edhe kur kam buzët kështu se si më duket, jo mund të fus në një gjengoj, do pi ujë dhe nuk po i lyej tani, por është shumë e bukur. Ky është 06. Prisnit. Ha me kape. Ky është 06. Dhe ky është 03. Shikoni pak, nuk e di nëse dallohet aty shkëlqimin që ka brenda. Është shumë i mirë, shumë. Më pëlqejnë mua këto lapsat edhe të Maybelline-it janë shumë të mira. Maybelline thotë po. Këto do t'i lejmë, inshallah nuk harrojmë përpara se të dalim. Vetullat mirë i kam kështu, thjesht i bëra me ata dhe është t'i bëj edhe një herë me qenë se apo i bëra. Tani të zgjedhim këto. Nuk është se jemi shumë ekstra sot, kështu që po ve këto të voglat fare, se thjesht jemi veshur. Nuk është se kemi ndonjë gjë të veçantë. Tani duhet të zgjedh atletet. Dhe ve këto. Zojnë e kam të veshur, në fakt. Atleten. E dini ju që unë s'kam atletet bardha? Më duket se nuk janë ngjyra të qelta, kështu po jo të bardha nuk kam. Se di si kam ngel vaj i pal. Ja, këto të voglat shumë. Muam që ka skuqur veshi. Po më maj në gojë. E keni ju këta kështu? Edhe do heq normalisht, do heqim edhe këta. I kam drejtu flokët çfarë. Se unë maj atë rrethin për arsye se në shtëpi, me fëmijë të vogël, kur nuk mundohem që ti, do të thënë mos t'i kap flokët, mos të bëhen me forma, edhe kështu. Hajt më, mundohemi. Tani, unë do ua tregoj edhe veshjen në fund, do me thënë në kuptimin që do t'a plotësoj me atletet, edhe kur të lyej buzët, edhe kaq. Nëse gjithmonë unë mbas kafes që do shkojmë me shoqet, nëse unë dal, shkoj tek qendra tregtare për të blerë ndonjë gjë, se po mendoja thash të shoh ndonjë bluzë si që tregova dhe juve pak më të holla, ose varet si e kam kohën. Mund t'ua tregoj në fund të vlogut, por me sa po shikoj jam bërë disa minuta dhe po e lëm për ditë tjetër t'ua tregoj. Tani, unë po e mbyll këtu këtë vlogun, edhe veshjen në fund normalisht do ta filmoj, do ta shikoni, por po e mbyll me të folur, dhe do shihemi në një vlog mas tjetër, nesër sërish këtu. Avash po ka shkuar gjysma e vlogmasit, se deri me datë 25 tash do ta bëj, ose nejse, kismet. Edhe do shihemi në vlogmaset të tjera, mos harroni të më bëni subscribe, goca, këtu, se e shikoni videot e mia, por nuk më keni subscribe, shumë keq kjo gjë. Dhe do shihemi, dhe faleminderit atyre që kanë ardhur, normalisht, se ndonjëherë harroj t'ju them faleminderit, por e keni gjithmonë një faleminderit që keni ardhur, edhe që më keni bërë subscribe, që jeni abonuar këtu, dhe uroj që të qëndroni gjatë me mua. Kështu njerëz, ju uroj ditë të bukura në vazhdim, edhe kaq, puçie. Bye bye.